Ju po më pyesni për herë tretë, si ju penalizoi koalicioni. Ore shqiptarë, akoma si keni mësuar ju që unë kam dorë nga politika. Ai moment që u duk disa ditë emri im apo partia ime, që fakt e kam dorëzuar, e kam palur ke një grup të rinj me Altin Goxha në krye, i vetëdijshëm për atë që kam bërë. E kam palur se para mirë kisha nevojë për shtëpinë që para bujtim për ato 2 lekë, nëse do bëja Alish Berisha, siç kam bërë të tjerë. Jo, kur e kam palur një grupi të rinj që janë kundër popullimit, kundër dëbimit, kundër popullimit afrikan apo Bangladesh, që janë pro familjes, që janë kundër Sorosit, pra i vetëdijshëm për atë që kanë bërë. Por emri figurojnë në koalicion, edhe sa të vendimi gjykatë. Por në këtë ligj më bëni si ju penalizoj, nuk u penalizova unë. Bile për përmbledh edhe pyetjen e katërt tuaj, që humbi e Gjata apo fitoi Rama, jo më jo të dashur qytetar. Humbi e Gjata, nuk fitoi Rama, por humbi Shqipëria. Me këtë zgjedhje, për e të katërt që nuk bën bakit, me plashtim të zonës Mekle u zgjodh 4 herë, nuk bën bakit që një kryeministër që të ishe për punra të bekuara të mira, normal, edhe mund zgjidhet për 2 e 3, por jo për 4. Ndërkohë që në këtë rast kemi të bëjmë me një lloj organizimi që ja thash në përgjigje të pyetjes parti, që nuk arrit ta kuptoj dot kur. Edhe ndonjëherë them të ngrihet Freudi nga varri të shpjegojë si mundet tragjasi. Kuq që vetë e mbroi, kuqin ka qerdi. Vi nga Tirana, ju them, lëshoi gruan në shtëpi, edhe vi me vrap në Vlorë, nga Berati në Vlorë, për t'i mbrojtur, për të lënë të kuptojnë që ujin nuk e mori dot as Romaku, as Veneciani, as Turku, as Serbi, as Gregu, as komunizmi i ashpër diktatori, as tranzicioni vjen e merr kyti, krye çata themote. Krye keq bashkë i Shqipërisë. Sepse ndonjëherë kur thua dhe epitete negative, ai ngrihet më lart të vllajt, po quheni çfarë duash ti, edhe ata e votuan 95%. Po janë 1260 hecje të lëna nga dora e Edi Ramës, që do të thotë që një jetë shtu 4-5 fshatra me ujë. Po shumësoj për 1204-5 jetojnë 6000 fshatra të zhdukura pa ujë dhe banorët e tyre fshatrave që jetojnë Gjermani, Angli apo Francë, e kuptuash, këta e votuan, këta erdhën i thanë që unë ujë s'kam në fshat të ndërtoj shtëpinë e gjyshit, po ti bëre mirë që ne morë ujin, që s'ka bërë baki në historinë e njerëzimit dikush i marrë ujin e pishëm, ujin e lumit, ujin e blegtorisë, ujin e bujqësisë, ujin e bletarisë, ujin e çdo gjëje që është jeta, edhe këta e votuan dhe si ata në diasporë, si këta këtu brenda. Pra, sigurt orë të paktën e votove, po të bëjnë një marrëveshje më, që ujin mos ma merr, ti ke marrë një fjalë zoti Trama, që mos ma merr të ujë pra, të lumit apo të pishëm, buronjat e kuqit, apo izvorin e tragjas, të paktën të marrë të fjalë. Atë këtë nuk e mor. Dhe nga këtu bëj thirrje ti. Mos guxoj më njëri, qoftë nga Vlora, qoftë nga Mati, qoftë nga Balbona, qoftë nga Librazhdi, të më bëj thirrje si avokat vetë ti mbrojti. Mos guxoj më njëri ti, sepse ja e ke mbrojtjen tënde, e ligjërove ti. Partinë Socialiste gjoja me arkivol ata në Librazh, arkivol pëse, ata e votuan 85-90%. Gjoja do bëni nami këta, kuqotit, këta trimat e mlejnti, me qulafe me kësull, që në fakt janë trima, se kanë luftuar edhe në kohën e Serbit 1913-14, që çuditësh mbeti serb që luftojnë në Kemp, këta trima lab, me atë kësull në atje anten. 1920 po ashtu lanë namti, po jo 1924, se vrarë njëri tjetrin. 23-24, ka vrarë njëri tjetrin, nuk kanë luftuar ti. Por kjo është çështje tjetër. Dhe vjen sot, ku kërkon fëmia të kërkon baban të mbroj pra të ujë që i merë, dhe ai ngrihet i e votën vënusit, i e vot, kjo është për mua e pa shpjegueshme, prandaj bëj thirrje mase në një kritik i Freudit apo vetë Freudit të ngrihet nga vari dhe të shpjegoj këto lloj sindrome që ja kalon dhe sindromës së Stockholmit pra. Sepse të bashkëtosh me këtë lloj dhunimi që ai ta merr dhe ti e voton ose e ligjëron, kjo pra në Shqipëri nuk ka më vlerë tani, as parlamenti që ti të vesh të ankohesh, se ka gjithë vetën, nuk ka më vlerë as gjykata që ti vesh, imagjinoj gjykatat që edhe kur ke raste si Peti Roskovec, që janë 200 banorë me prokurë të posaçme sa Zanguri Altin Goxhaj, dhe vjen puna ai nuk bën gjyq fare me komunitetin, që janë 200 veta, e kthen nga Tirana që në Lushe,
lushja e bërë me dyrë mbyllura, ti je përgjigje mbas një muaji, ti nuk e drejt luftosh më, nuk e drejt, jo të fitosh, por nuk e drejt ti jesh fizikisht të djosh se ç'a bëhet kryqëzin tënd. Ati që u bë Shqipërisë në 878 në Berlin, nuk ishin pjesëmarrës, në 1913 në Londër, nuk ishin pjesëmarrës. Prandaj u bë gjema Shqipërisë. E njëjta gjë sot, shqiptar. Tash do kuptoni, s'keni parë gjë akoma. Tash është ajo proverba që do t'i ngjisi ti sot ti do nis i gjatë, që kujton që me ti është më i gjatë, është edhe më i mençur, është edhe më i ditur, kur në fakt ai ka gjatësinë e djallit, se djalli është 2 metra ose 140 cm. O 200 cm është djalli i gjatë, o 140, ai e mbush për nga gjatësia, sepse e ka evil mind, ka mendje të keqe. Edi Rama po projektoi një gjë, nuk e ka për të dashur Shqipërinë dhe shqiptarët, po e ka për ta zhbër Shqipërinë dhe shqiptarët. Pikërisht këtë do ta shohim se si në 2029 apo 2030 do plotësohet agjenda e atyre zionistave. Këtu do vinë që dje filluan shoqatat që keni nevojë për arkitekt, për inxhinier, për punëtor, për kamarier, për larës të tyreve, të WC-ve, ja u sjellim ne nga Bangladesh, vetëm hapni gojën. Pra, një organizim perfekt për t'i dëbuar, 1.100.000 forcë e lirë pune, ku 3.500 janë mjek, ku 70% e tyre janë me diplomë, ku 90% e tyre janë të rinj, forcë e konsumi, forcë pune. Dhe ti tash përballesh me ata që do të thrasin nga Bangladeshi për të ndërruar këtë racë, për të ndërruar këtë gjak e V13 që është problemi i madh. Si ata fësin jugor, verior, lindor, perëndimor, po edhe ata europian qofshin, që vjen ajo di Van der Leyen edhe thotë që ti je udhëhesi më i madh që çove populli shqiptar nga fitoria